i bëjmë lutje provincë urnit ton që ta anullojnë i këtë projekt edhe të bëjnë një kish si për këtë këtij venit këto qajtë. Po, na pretendojmë sepse këtu është bërë një projekt ku do të prishet krejt kuveni, krejt sheshi, deri te parkingu, krejt çdo gjë aty prej ashtu kish një vogël, edhe në fund poshtë saj, poshtë ku jena na i tash, do të bëhet kripta. Veni për lutje. Edhe kripta, gjithkush e din e për botë, sa është ven vorrësh. Edhe na, normalisht, unë nuk kam shef se që shqiptarët, për gjithëherë, si të vinën këtë kish, të hynë në vorë për më lutë. E dona si të kena një kish si për venit e si për sheshit. Dhe më thënë, kjo është kryesorja. Kjo është kisha më e madhe që mund të ketë jo Shqipëria, por rruzulli toksor. Për mua është një Vatikan i dytë. Është Vatikan. Dhe të bësh këtë lloj masake, unë më thënë të drejtën, do t'i kërkej pak llogari Zotit si ka mundësi që i lënë të njerëz me bë këtë masakë. Do të bëhet një projekt një kish që të ketë lezet të shohë popullit, thot, mashallah. Jo të vime të fut në tunel të na, kur të vime pa ne, mesh. Unë jam kundër projektit se nuk jehna në kohën e pellazëve me hinë tunel, që po na luftojnë pagant. Ka kaq vite, to ja dim historikun kësaj kishës, kur u renon mbi 30 ushtarë u paralizuan, që veni shenjtë është ki. Tu të bëhet një diçka madhështore, të pyllëzohet veni, të zbukurohet veni, të jetë një kishë. Jam kundër atyne që duhet me renu këtë vend. Dhe duhet bashkëpunojnë me popullin e Kurbinit për projekte këtu. Jo me njerëz sepse mushin qepat me para dhe iken. Fluturojnë si avionat.